Kur Xhevdet Peci rrethohej nga sigurimi dhe milicia ish jugoslave. Historia është interesante e sportit të Kosovës, por fatkeqësisht pak e hiq nuk shkruhet për gjeneratën më të famshme që e ka pas Kosova, klubin e boksit Prishtina, 5 herë kampion i ish Jugosllavisë. Fotografia që sot e 40 vite po bën bujë në media është e legjendës së boksit të Kosovës, ish boksierit të gjeneratës së artë të Prishtinës Xhevdet Peci. Në foto shihet Lahni Mani me të zeza duke ndalur Xhevdet Peci gjatë rajës së gjyqtarit famkeq serb Živković. Peci boksonte në kategorinë e rënd, por ishte mjeshtër i ringut e grushtin e kishte siç e kanë për serbët, malazezët, kroatët, bosnjakët e maqedonasit. Historia që kur nuk harrohet, sot meriton dokumentar qoftë edhe film, është në Podgoricë, atë kohë quhej Titogradi, kur Prishtina u sulmua nga të gjitha anët, pasi që Xhevdet Peci e rrau gjyqtarin famkeq Živković. As i madhi Lahni Mani, trajneri i tij, dhe askush tjetër nuk mund ta ndalonte Pecin e qartur, duke mos i duruar hilet e gjyqtarit Živković. Pecit sikuri iku truri dhe nuk mendoi as qindat e sekondës, por ja fiku dritat gjyqtarit Živković. Tollovi e madhe në ring dhe jashtë saj u regjistrua teksa Prishtina, sidomos Xhevdet Peci, u rrethua nga sigurimi shtetëror dhe milicia ish jugoslave. Ai u mor në mbrojtje sepse serbët dhe malazezët ishin të mlefosur ndaj shqiptarëve, sidomos kur një shqiptar ja fiku dritat edhe Živkovićit, ata donin që t'i hanin të gjallë. Qarqet ish jugoslave mezi e pritën këtë kaos, Prishtina e madhe e përjashtuan nga liga e parë ish jugoslave, sepse ndryshe nuk ndalej ky klub i madh me përplot kampione me zemër të madhe. Sot është turp i madh që nuk kemi as dokumentar e as film dhe asgjë të shkruar për këtë histori të madhe të Prishtinës në një shtet artificial ish Jugoslavia dhe me përplot armiq siç ishin serbët.